Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Falënderimi I takon vetëm Allahut, I cili e krijoi njeriu në formën më të bukur dhe I dha atij nga morali dhe feja atë me të cilën ngrihet dhe pastron shpirtin e tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të tjetër që meriton adhurimin përveç Allahut, një dhe I pashoq. Dhe dëshmoj po ashtu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I tij. E dërgoi Allahu si shaj mëshire për njerëzimin, paqja dhe me bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij deri në ditën e fundit. Robër të Allahut, Islami e vizaton për besimtarin rrugën e përsosmërisë dhe I tregon atij udhën e ngritjes në fe, në moral dhe në sjellje. Burri I përsosur nuk matet me pasuri, me pozit apo me pushtet, por me sinqeritetin e zemrës, me pastërtinë e gjuhës dhe me drejtësinë e sjelljes. Ai që ruan fenë e tij, nderon prindërit, mban lidhjet familjare dhe është fisnik me njerëzit, ka arritur shkallën e burrërisë së plot dhe shkallën e burrërisë së plot në peshorën e Islamit. Vërtet Allah I lartësuar I do ata që janë të sinqert në zemrat e tyre dhe të përulur në sjelljet e tyre. Siç thot Allah Azza wa Jall në librin e tij, inna akramakum indallah atqakum, më fisniku ndër ju tek Allah është ai I cili është më I devotshëm prej jush. O besimtar, devotshmëria nuk është thjesht fjalë e bukur apo parullë e ngritur, por mënyra e jetesës që shfaqet në sjellje, në uljen e shikimit, në qetësinë e zemrës dhe në përmbajtjen e gjuhës. Një fjalë e urtë e Imam Fudhail ibn Iyadit, Allah e mëshiroft, në të gjejmë shembullin më të plotë të kësaj përsosmërie shpirtërore dhe njerëzore. Ati ju tha një ditë, kush është burri I përsosur o Fudhail me burrëri të plotë? Ai u përgjigj, I përsosur është ai që I nderon prindërit e tij, mban lidhjet familjare, nderon vëllezërit e tij, ka sjellje të mirë, ruan fenë e tij, menaxhon drejt pasurinë e vet, jep nga teprica e tij, flet mirë dhe qëndron në shtëpinë e tij. O vëllezër në fe, këtu nën cilësi bashkojnë përsosmërinë e fesë dhe jetës në këtë botë, si dhe lidhjen e robit me Zotin e vet dhe po ashtu lidhjen e tij me njerëzit. Nderimi I prindërve është rënja e çdo të mire dhe shkaku I begatisë. Mbajtja e lidhjeve familjare është lidhja e besimit dhe shenja e fisnikërisë. Nderimi I vëllezërve është tipari të devotshëmve që çmojnë dashurinë për hir të Allahut. Mirësjellja është ajo që mbjell dashuri dhe ngrit imanin. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Inna min ahabbikum ilayya wa akramikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinakum akhlaqa." Me të dashurit ndër ju për mua dhe me të afërmit prej meje ditën e gjykimit janë ata që e kanë moralin më të mirë, do të thotë sjelljen më të mirë. Ruajtja e fesë është mbrojtja nga dyshimet dhe epshet dhe lidhja me shpalljen hyjnore me Kur'anin dhe Sunetin. Menaxhimi I mirë I pasurisë është kërkimi I saj në halal dhe shkëmbshmangja nga dyshimet duke shpenzuar me drejtësi dhe maturi. Shpenzimi nga teprica e saj është rruga e bujarisë dhe e përkushtimit dhe shpresë e madhe kur takohet Allahu subhanahu wa taala. Gjuha e mirë është ajo që flet të vërtetën pa gënjeshtër dhe pa përgojim. Qëndrimi në shtëpi është ruajtja nga sprovat dhe shmangja nga përgojimi I njerëzve. Kush I bashkon këto cilësi, ka bashkuar të mirat e fesë dhe të kësaj bote dhe ecën në rrugën e burrave të përsosur që Allah I lartëson me dije, vepra dhe moral. O Allah, na zbukuron me moralin më të mirë, na ndihmo që të jemi të mirë ndaj prindërve tonë, të mbajmë lidhjet familjare, të ruajmë gjuhat tona, na I pastro zemrat tona dhe na bëj prej burrave të përsosur në fenë dhe moralin e tyre. Vërtet Ti je mbrojtësi I vërtet dhe I plot fuqishëm mbi çdo gjë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين
اللهم أصلح لنا ديننا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. نسألك اللهم العافية في الدنيا والآخرة، نسألك اللهم من كل خير، ونعوذ بك من كل شر. بك اعتصمنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.